Pas fjalëve që tha zoti kryetar Ismail Qemal Beu, me të cilat tregoi rrezikun e madh ku ndodhet sot Shqipëria, të gjithë delegatët me një za venduan që Shqipëria më sot të bëhet në vehte, e lirë dhe e mosvarme. Urdhërojmë, zot Kaqori. Vëllezër e motra, bijtë e mi, do t'ju rrëfej një të fshet. Shokët e mi të udhës e të hallëve, ata që janë këtu, e ata që si kemi pranë, të më falin. E ruanja në zënër këtë të fshet, jo për vete, po që t'ju atregonja juve sot këtu, në këtë ditë të shënuar, dhe jashtë më mundonte. A do të rrinin valë, të ngrinin flamurin në 28 nëntor? Ju do të pyesni zhbëri 28-a, zhbëri 30-a. Por vëllezër dhe motra shqiptar, në një ditë të tillë, në 28 nëntor, të motit 1443, Skënderbeu ngriti në krujë flamurin e Shqipërisë. Këtë flamur, ky vëllezër shqiptar është nëntori i dytë i Shqipërisë. Qofti bekuar për jetë. Kyni? Zoti kryeministër, në qytet po vjeni sa boletini. Flamurin? Si urdhëron.
Ismail Qemal. Mirë se na erdhe isë, qofsh ka më mbarë. E paqim për jetë Shqipërinë e lirë e sovranë.